Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Nëse nuk hani bukë për 7 ditë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Ndoshta ke një bark kokëfort që nuk bie me asnjë lloj diete ose më keq akoma, ka një rritje të ngadaltë. Nëse janë të dyja këto, atëherë duhet të ndalosh bukën me çdo kusht. Gluteni, proteina e cila gjendet pikërisht tek buka, është përgjegjëse për dhimbje të kyçeve, por edhe shqetësime të tjera të përditshme që njerëzit kanë filluar dhe i quajnë normale. Çfarë të ndodh kur eliminon bukën nga dieta e përditshme? Do të humbasësh shumë ujë. Pasi të kesh ndaluar bukën, do të humbasësh shumë ujë nga depozitat e organizmit. Natyrisht, trupi juaj do të rifillojë dhe të krijojë këto depozita të reja duke përdorur glikogjenin, por nga ana tjetër, humbja e ujit do të jetë shumë e madhe. Do të vë re që dëshirat do të mungojnë. Kur ha bukë, karbohidratet rritin nivelin e sheqerit në gjak, duke shkaktuar një ndjesi lodhje. Duke ndaluar bukën, nuk do të marrësh këto pasoja të cilat shkaktohen nga sheqeri. Çrregullimet e zorrëve do të bëhen më të shpeshta. Pa nivele të duhura të fibrave të cilat rregullojnë zakonisht aparatin tuaj tretës, do të kesh vazhdimisht shqetësime me zorrët. Kur ndalon bukën, natyrisht ke ndalur edhe nivelin e fibrave që mund të marrësh nga bishtajoret. Dhe në këtë mënyrë, mungesa e tyre do t'i bëj vizitat në tualet edhe më të shpeshta. Trupi juaj nuk do të ketë më rezistencë. Kur ham karbohidrate, trupi ynë dërgon sinjale në tru fal hormonit të mirë, serotonina. Kur ndalon bukën dhe ke mungesë të karbohidrateve, trupi sa vjen edhe bie nga rezistenca, rrjedhimisht bie edhe prodhimi i serotoninës. Mendjen do ta kesh si të re. Trupi i njeriut nuk punon pa karbohidrate. Nëse ndalon furnizimin e tij me karbohidrate, edhe truri nuk është në gjendje të kuptojë se çfarë po i ndodh. Në këtë rast, për të ushqyer, ai do të kërkojë të transferohet tek ushqimet e tjera me glukozë për të ushqyer. Fizikisht veten nuk do ta ndjesh më si më parë. Edhe kjo është mjaft e kuptueshme, meqense karbohidratet shërbejnë si një burim i jashtëzakonshëm dhe i shpejtë energjie që i nevojitet trupit. Kur eliminon bukën, natyrisht bën që trupi të fillojë dhe të kërkojë energji në përbërës të tjerë. Ky lloj çrregullimi rrëzon energjinë dhe prish ekuilibrin e organizmit. Do të ndihesh më i shëndetshëm nëse ul rrezikun. Mbi të gjitha, duke hequr bukën nga organizmi, ju i keni bërë një favor shumë të madh shëndetit tuaj. Mbi të gjitha, duke hequr kështu bukën, ju do të ulni ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe diabetin e tipit 2, por as nuk ke nevojë për të zhdukur karbohidratet e tepërta që rrisin nivelin e acideve yndyrore. Ndërkohë, nga ana tjetër, ne këtu do t'ju tregojmë se sa feta bukë duhen në ditë dhe cila është më e mira për shëndetin tuaj. Të dhënat e Eurostat tregojnë se shpenzimet e shqiptarëve për bukë dhe drithra janë shumë të larta në raport me të ardhurat e tyre. Sipas të dhënave, këto shpenzime janë më të larta në vendet e tjera të Europës. Buka është kryesore për çdo njeri në këtë vend, aq më tepër kur në çdo vak na vjen të themi le të ham më bukë. Ndërkohë, siç e thot populli, gjella me krip dhe kripa me karar, ndaj edhe kur vjen fjala tek konsumimi i bukës, edhe ajo duhet që të ketë një kufi. Çdo dritë tjetër mund të mbulojë nevojat jetësore për bukën. Ndaj në këtë video ju do të mësoni për sasinë e nevojshme ditore të bukës. Racioni i nevojshëm ditor i drithrave, sa feta bukë janë të nevojshme. Një fetë normale konsiderohet si një racion, por jo çdo fetë është e njëjtë me tjetrën.
ndaj ju duhet të kujdeseni që buka të jetë me drithra të plota. Po ashtu, racioni ditor i bukës dhe i drithrave është në varësi të moshës suaj, gjinisë, aktivitetit fizik. Racioni i drithrave njëkohësisht përmban bukën dhe çdo drithë tjetër që ju mund të konsumoni. Ekspertët thonë se gratë nga 19 deri në 50 vjeç duhet që të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Gratë mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë 5 racione drithi në ditë. Burrat nga 19 deri në 30 vjeç kanë nevojë për 8 racione drithi në ditë, ndërsa ata nga 31 deri në 50 vjeç kanë nevojë për 7 racione. Burrat mbi të 50-ta duhet që të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Fëmijët dhe adoleshentët kanë nevojë për më pak racione drithi në ditë. Drithrat e plotë. Sipas të dhënave, drithrat e plot, pra jo të përpunuar, janë më të pasurit në ushqyes. Ekspertët këshillojnë se gjysma e bukës që ju konsumoni çdo ditë duhet të jetë e përgatitur me drithë të plot, ushqyesi që ofron buka. Në varësi të drithit të përdorur, buka ofron vitamina të grupit B, minerale dhe fibër. Vitaminat B rregullojnë metabolizmin dhe ndihmojnë sistemin nervor. Fibra është e nevojshme për tretjen, ndërkohë që mineralet janë të domosdoshme për sistemin imunitar dhe nivelet e oksigjenit në gjak. Të dhënat e Eurostat tregojnë se shpenzimet e shqiptarëve për bukë dhe drithra janë më të larta në raport me të ardhurat e tyre. Ju duhet të dini se edhe buka duhet që të jetë një bukë e përzgjedhur mirë. Prandaj, këtu ne do t'ju tregojmë nëse duhet të konsumoni bukë të bardhë, të zezë apo integrale. Shqiptarët janë konsumatorët më të mëdhenj të saj në botë. Buka e bardhë është ndoshta buka më e konsumuar, por ajo që duhet të dini është se kjo bukë është një kallup i madh sheqeri. Ngrënia e kësaj buke do të rrisë ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak, duke shtuar kështu rrezikun për atak në zemër, mëlçi të veshur me yndyra, obezitet dhe diabet. Studiuesit kanë provuar se buka e bardhë mund të përshpejtojë formimin e rrudhave në fytyrë dhe tharjen e lëkurës. Ndërkohë, cila është buka më e mirë? Bukë pa gluten, bukë me elb, bukë me thekër apo integrale? Buka integrale nuk irriton në zorë dhe mbush më shpejt stomakun, duke dhënë ndjesinë e ngopjes. Në përbërjen e saj ka vetëm vlera ushqyese dhe energjike, por edhe shije, e cila është e pazëvendësueshme. Buka integrale, sidomos ajo e bërë me brumë të ardhur nga maja, është më e mira për njerëzit të cilët kujdesen për shëndetin. Duke mos përmbajtur shumë nisteshte, ka më pak kalori se sa buka e bardhë dhe jep ndjesinë e shpejtë të ngopjes. Zgjidhja më e mirë për çdo konsumator është pikërisht buka integrale, ajo e bërë me 100% drithra të plot. Megjithatë, nëse në paketim shkruhet grur, kaq sasi gruri të plot apo shumë drithërësh, atëherë me siguri po bleni një bukë të bardhë paksa të ngjyrosur. Drithrat e papërpunuara, pra drithrat e plota, e përmbajnë natyrale vitaminën B, si edhe proteinat. Këto garantojnë një paraqitje shumë rinore të lëkurës, por edhe të flokëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.